Seb Ponari, njëri shqiptar me banim në Angli, ka folur të martën në emisionin People në Euronews Albania, në lidhje me sfidën e jashtëzakonshme të tij. Ai është nisur për të përshkuar me vrap një distancë prej 2750 kilometrash nga Cambridge të Anglisë drejt Ropojës në Shqipëri, brenda vetëm 40 ditësh. Sfida e tij ka nisur më 10 maj dhe aktualisht ndodhet në Kroaci, ndërkohë që edhe pak ditë ndajnë nga mbritja në Shqipëri. Sebi jeton prej 16 vitesh në Angli, ndërsa duke folur për iniciativën e tij, tha se kjo gjë deri tani ka kushtuar rreth 130.000 pound, ku vetëm ruloti që ka bler ka kushtuar 43.000 pound. Paralelisht ndërsa vrapon, ai thotë se shoqërohet edhe nga një staf në përbërje të së cilit janë shofer, fizioterapist dhe trajner. Këtë vrap ja dedikoi babait tim, i cili ka ndruar jetë 10 vjet më parë, është shprehur Sebi. Kjo iniciativë unike e shqiptarit nuk ka si qëllim vetëm tejkalimin e kufive të durimit njerëzor, por është edhe një thirrje për ndërgjegjësim dhe mbështetje për shëndetin mendor, për t'u dhënë forcë të gjithë atyre që vuajnë nga problemet e shëndetit mendor, duke u thënë se çdo gjë është e mundur për t'u përmirësuar.